punon në shtet është pastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilin ose bën punën në një patronazhisti. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Më kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kapje. Pra ty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për bukull. Mirëmbrëma shpend, mirëmbrëma të gjithë ju që na ndiqni nga çdo cep i botës, sepse më pëlqen ta them këtë shpend, sepse kemi vëllezër dhe motra shqiptar që na ndjekin edhe në ato vende ku po hidhen bomba vëlla. Se jemi në kohë të vështira, jemi në prag lufte dhe ka shqiptar që kanë ngecur nëpër aeroporte, madje un kam miq, se kam qenë vetë emigrant në Kuvajt, që nuk po kthehen dot. Pra është e vështirë të marrësh një bilet kthimi në vendin tënd. Dhe po më thuaj, më fal që ndërprova. Dhe nuk i dihet shpend si vete kjo puna. Pra se nga njëra anë kemi rrezikun e luftrave nga lindja e mesme me radhë, se di pse e them këtë, se ne jemi vend armiqësor në atë targetin e Iranit. Pra dhe nga ana tjetër rrezikojmë në raket nga Irani, por rrezikojmë na vidhet dhe në urë ose në rrugë, se jemi në rrezik gjatë gjithë kohës. Dje, meqense ra fjalat e kjo dhe bëre shumë mirë që e hape me luftën botërore, sepse literalisht është rreziku i të gjithëve neve vëlla. Shumë pak kush e kupton se shqiptarët kanë krijuar një lloj stereotipi larg nga pragu im. Po këta harroj do më thënë që bota është aq e vogël, po dhe aq e madhe, varet se si e shef. Dhe sot, po të shikoni gazin, naftën e gjitha me radhë, kanë vajtur diku te 2000 lekë direkt, çet kastrati me shok. Se tani i kanë bler rezervat, vetëm për t'ju ngushtuar, sepse mos harroni, një luftë botërore bëhet që të pasurohen të pasurit, të varfërohen të varfrit dhe të shkatrohet shtresa mesme që është dëmi kolateral. Juve që gëzoni Amerika e X, Y, qaf paqit veten, sepse Irani është problemi iranianve, nuk është problemi i shpendit dhe i azmerit. Në qoftë se juve mendoni se jemi në demokraci, atëherë turp të keni. Ne jemi më diktaturë teokratike se sa diktatura teokratike e Iranit. Sepse ata në Iran nuk të gënjejnë, thot ti do vazhdosh, do ndjekësh sheriatin, ky është rregulli e gjitha me radhë, po deshe, po s'deshe, vritesh. Ktu mashtrohesh për ditë, lihesh pa bukë, pa ujë, pa drita, për gjitha, dhe ti thua shiko se ne jemi në demokraci funksionale. Dhe ky është turpi më i madh, nuk e di, vlla, mua më ka dhënë shpirti kur e mora vesh, domethënë nëse ka pasur Trumpi disa pikë në spektrin tim, i ka humbur gjitha vëlla. Donald Trump me këtë goditje që i ka bërë Iranit, i ka humbur gjitha. Tregoj shpend që nuk është gjë tjetër veç se një leva apo një mashë e Izraelit, kaq. Pra jo se të them drejtën, unë gëzoj në simpati për Iranin, pasi ai është, le të themi, regjim dhe çdo regjim ne kemi kaluar vetë. Pra të privohet e drejta e fjalës, e gjitha me radhë, madje shumë e rënd, kur në mes futet dhe feja, sepse një pjesë e jona, mua vjen keq ta them, por e ngatërrojnë ose le të themi bëjnë tifozlik për pjesën e Iranit dhe Amerikës, duke lidhur me besimin fetar. Pra gjë e cila është shumë e gabuar në këtë rast, pasi regjimet totalitare nuk ka rëndësi janë le të themi islame apo jo islame, apo pa fe fare, sepse njerëzit vëlla janë të kontrolluar. Ne imagjino ta thot një shqiptar që gjyshi apo prindi i tij apo ai vet ka qenë në diktaturë dhe për një llav goje apo për modelin e flokëve mund të le të themi vendosësh aty në qendër qytetit si ajo delja e zezë, madje disa edhe janë burgosur. Pra, nuk i shkon tani një shqiptari të ketë këto mendime, por ja ku jemi, sepse ne kur nuk na bën përshtypje këto 7 ndryshimet në qeveri, që ne i prekim dhe prekin xhepat
tanë çdo ditë, çmimet e shportës e gjitha me radhë, rritjen e hidrokarbureve, jetesa e parritshme për gjithë, blerja e një apartamenti në Shqipëri sot është ëndër. Pra të blesh një apartament është ëndra e jetës. Pra që duhet punosh një jetë, 30 vite kredi, me idenë që kur dalësh pension të ngelje jotja, jo, po dera atëherë si dihet se i këpusin e rrugë aty të pallati që e ke blerë ti qysh ngrope, madje e ke edhe pa letra, pa hipotek, edhe tikën edhe ajo kot. Por ajo që i shqetëson më shumë tani është pjesa e problematikave në botë dhe jo problematikat që janë në vendin tonë. Pra, sepse ne jemi popull tifoz dhe mjeshtra eksperta të geopolitikës. Aty te kafja e lagjes, në çdo cep të Shqipërisë, në çdo fshat të Shqipërisë, sot bëhet politik për pjesën e luftës midis Iranit dhe Amerikës, kush është më i fortë, kush fiton. Pra nuk ka nevojë të dëgjohen, le të themi, këta ekspertet, analistat në banaqe televizive, por shko në një lokal lagje dhe do marrësh vesh aty kështu të detajuar, ndërkohë që ata që japin opinione të tilla për problematikat në rajon apo në botë, mbase nuk kanë dritat e shtëpia, nuk kanë ujë, nuk kanë rrugë, pensionin minimal, madje disa mund mos kenë atë dhem në gojë. Pra, këtu është realiteti ku e kanë degdisur vendin tonë, sa po ti pyesësh këta zotrin sot shpend, që flasin për Iranin, e Rusinë, e Venezuelën, e Amerikën, e Izraelin, ore ku shën dhe 4 ministra të rinj zotrin. Po ti than emrat, po unë nuk di çfarë të them. E kupton ku është bërë, le të themi, e gjitha kjo situatë për të manipuluar këta njerëz vëlla. Pra, nga kush? Nga mjeshtri i manipulimit. Unë nuk mendoj se i manipulon Rama. Rama gjen hapësirë, gjen terrenin për t'i manipuluar, vëlla. Se kjo është e tmerrshme. Pse do thoshte? E kape shumë bukur. Te kafja lagjes, nuk më lën mua dhe ty që të flasim për geopolitikën. Unë lexoj për ditë, sidomos tani që duhet jemi updateuar në kohë reale. Ti më shumë, më shumë, unë më pak. Shikoj, edhe ti se në ato banaqet që ti shkon dhe unë shkoj, vetëm titullin ekspert kanë ata, vëlla, se nuk kanë lidhje fare. Domethënë këta Iranin e mendojnë sikur ka filluar në 79-ën. Ndërkohë që Irani është perandoria më e bukur e botës, vëlla. Mua më dhimbset Irani sepse janë persët. Nuk ka racë më të bukur e racë më me zhvillim, me qytetëri më të zhvilluar se sa persianët. Po ne nuk i njohim. Nuk vajti kot Aleksandri atje për ta pushtuar dhe tha këtu dohet kryeqendra e perandorisë time. Çfarë është Maqedonia, Greqia, çfarë janë këto kopshte shkëmbore, ishu i shkëmbor. Ktu që e ka jeta. Por mua më vjen diçka, më thënë, më vjen për të vjedhur vëlla. Pse? E marrin qytetarët e Tragjasit, s'po i quaj fshatar vëlla, për respekt të fshatrat. Për respekt fshatrave, sepse unë kam jetu vetë në fshat, kam shku në Libovsh, kam qetu Katunar, 2 muaj, 3 muaj, kam jetu në Libovsh. Katunar jam dhe vetë. Dhe të gjithë nga fshati jemi vëlla. Nuk ka të thoj njëri këtu që është i pallati Versailles, gënjejnë gjithë, gënjejnë. Edhe ato që janë familjet të mëdha, edhe ata që kanë qenë familjet të mëdha, edhe ata bazën fshate kanë në për çiftligje në për të gjitha. Mos ta gënjej shqiptarin mene që ka qenë ndonjëherë fisnik kështu me traditë, kulturë politike, qytetare, tjerë. Marrin Ramën telefon. Rama ju ofendon, vëlla. E pash të jeta u shef. E pash 2 herë shpend dhe në fakt nuk e di, kryeministri i vendit vëlla t'i hapi telefonin njerë çdo njeriu nuk duket normale. E pare punës. E pare punës. Dhe dyta me fjalor ku di gjau në shpenda, nuk e di, kisha kopa e dëgjuar nga një, le të themi, në thonjza intelektuale. Sa i ashtu është në të vërteta. Pra, ai aty kanë nxjerrë vetveten dhe mua kjo më bindi shpend, sepse kemi dëgjuar gojdhena që se ne unë sa kam takuar në janë jetim, as sa kam parë ndonjëherë as përballë, as duhet ta shoh. Dhe kemi dëgjuar që shumë i pisët, e kupton? Me stafin, i ndyr nga goja, i vrasë, i trajton keq.
Duke dëgjuar atë regjistrimin me atë fshatarin atje në Tragjas, unë jam i bindur tani 100% që ai është po ashtu edhe me ata që e rrethojnë çdo ditë. Pra aq i pisët, aq i ndyrë. Dhe nuk janë gojë dhëna koti, por është fakt që ky vëlla është një njeri i cili nuk ka etikën minimale të komunikimit dhe ne tani kërkojmë llogari këtij për këtë mishmashin politik që bën në vendin tonë. E di se është probleme, e di çfarë më shqetësoj më shumë. Mua më shqetësoj maligniteti kundrejt mos artikulimit të një fshatari nga Tragjasi, i cili nga emocione që po fliste me kryeministrin, i tha për çfarë na duhen neve kanalizimet në fshat. Që do thot ai shkreti donte thoshte, ore pse do me çu Zamir Manesti nga Tragjasi ujin në Green Coast? Pse ujin ton? Se s'ja bën dot pyetjen ashtu, pse aq formim intelektual ka ai shkreti. Tha çfarë na duhen kanalizimet dhe kryeministri i vendit, që duhet të jetë baba kombit, se ekzekutivi është në vend mbretit vëlla. A kupton? Baba kombit. Patjetër. I thot, po pse do ta bësh urrën? Do ta bësh urrën Baçe do ta bësh ti? Sa dhe thuash? Jo, nuk të burnon ty me shku te një burr 60 vjeç tash, me të bëj një pyetje ai që nuk është artikuluar mirë dhe ti tani si Azmer Duleviç apo unë si Shpend Gaxhi dhe tham, o ti Xhaxhe, ti ke lëshuar pllumat vlla, esta që i pirdo bëj urrën Baçës. Nuk na e lejon etika vlla. Dhe unë e vlerësoj, ndryshe nga unë që jam pak agresiv me këto komentet negative, kam qenë sakse tani as nuk merre më fare, se s'u jap më kohë vlla, kam shumë kohë këtu për të ngritur e për strukturuar, siç në biznesin tënd ti. Më pëlqeu shumë ajo video që e kishe bër dje vlla, me çka ke bër ti për Shqipërinë. Edhe më pëlqeu te i mase shumë 4 pika që vendose. Edhe bravo të qof vlla, jam krenar që jam shoku jot. Ja plase 1, 2, 3, 4, sepse këtu të gjithë presin nga neve vlla. Ço do bësh më shumë ti? Do ushqesh djalin, vajzën, do rish me gruan, do bësh të i kurs, nxjerrësh bukën e gojës apo çfarë vlla? Se unë këtë s'kuptoj, çfarë presin nga ty këta, nga unë, nga tjetri? Është shumë e çuditshme Shpend, kupton? Sepse një pjesë e njerëzve, nëse del një i ri si jemi ne, a që themi ca të vërteta që si thot askush tjetër, themi realitetin për këtë dhe unë nuk jam modest fare në këtë pjesë. Sepse gjërat që ne themi këtu nuk i thot njëri tjetër. Në asnjë vend tjetër se nuk të lën. Pra flas në media, nuk po them kafe, se në kafe i thon gjithë. Ideja është kur të ndjekin 10.000 veta e shikojnë këtë videon, 20.000 veta apo dhe 800.000 veta që kanë parë video tona. Pra po vete 1 milion një video. Pra, kur ka impakt, në momentin që njerëzit të shohin si të ri, dhe gjë e parë që bëjnë është si tani me pyetje cinike për të nxjerrë nga vetja dhe për ta xhber ty të gjithë atë që ti mundohesh të thuash. Pra, nxora mbrëm një video nga një podcast që ne kemi bërë para disa javësh, pikërisht për pjesën e exchange-it në Kux. Ajo që më bëri përshtypje Shpend, nuk u mor njeri vlla. Që e ke 6.600 lekë, përveç një zotërie që ma çoj me foto live i shkreti, se ishte te trau dhe si duket i doli kjo e ka me algoritmi. Të tjerët më thoshin mua, po ti më thoshin mua, je elektricist, je inxhinier, ç'pun ke ti me trau, nuk merreshin tani, që po vidhen o zotëri po të vjetër, shkurt, shkoqur, më kaq, ç'a të them, po merresh me mua. Dhe më thoshin ti ekspert për këtë, do me thënë, shiko, pyetje cinike, shiko, ti fol për elektrike se s'merr vesh ti nga këto punë, këto janë punë që i bëjnë të tjerë, la. Ore, unë kur kaloj e zotëri nuk duhet më këmbet me 140 kursje, dua aq sa asha, kaq dua unë i shkreti. Dua që kur shkojnë Kosovë, mos të rrezikoj jetën unë dhe familja ime se s'kan hedhur krip. Kur shkojnë Kosovë nuk duhet më grien gomat e makinës nga cilësia e dobët. Kur shkojnë Kosovë nuk dua të më dëmtohen amortizatorët nga urat që nuk janë në nivele, por i kanë disnivel. Qa eksperti ka këtu? Po pse e thon këtë? Këtë e thon në mënyrë që të frenojnë ty në atë që thua, kupton, të kufizojnë, kujtojnë se një koment i tillë
do më ndaloj mua apo Shpendin, në ato që ne bëjmë apo në ato që themi. Unë për taj qytetar ka vetëm një pyetje. Ore më thoni emrat e ministrave të rinj. Kaq e kaq, po më thatë këte kaq, jo t'i lexoni në internet, Vlla, mi thuaj valla, emrat kaq. në rrugët tona, unë kam parë vetë që hidhet vaj me karotrec, ta themi hapur o vlla, nuk më intereson fare, unë s'kam pikë interese, nuk kam për të Sa zbret aty nga Pogradeci. Bravo. Tek thes. Bravo vlla. Vete para 2 vjetësh vete me familjen time, bashkë me tezen, me hallat, vemi në Pogradec, e kemi shumë qef drilonin. Më thënë është ambient familjar, ha mirë, i qetë dhe i lirë vlla, që është e vërteta. Është i lirë, nuk e kanë çuar çmimet në maksimum. 8 aksidente vlla në datën 1. Po kështu aksidente që kthej makina edhe kam kam pyetur dhe shikoja rrugën. Nuk ishte çar Sadokardi, se Sadokardi nxjerr lëndë të zezë. Vajin. Është ajo viskozja që ka ato si ngjyra ylberi me lejlame të verdha, me jeshile, me gjitha, është vaj vlla. I hidhen me karotrec. Ose vet privati karotrecët për të pasur sa më shumë punë, se këtu është e të mërshme fakti që do të bëj tjetri lek në kurriz të jetës tjetrit. Ose vet këto të karburanteve që kanë serviset mëdha e gjitha me radhë. Nuk e di vlla. Për të nxjerrë një tender ndoshta për bedena, për sinjalistik, për të shtuar prap asfaltin e gjitha me radhë. Dhe me këto nuk merret njeri vlla. Se tani do merren me mua. Luftën në Iran vlla. Jo, tani do merren me mua. Mirë ky që është inxhinier, po ti tani që je politolog, ça drejtë ke që flet për rrugët. Thuat ne do të ngasim. Po. Ne do të nuk ngasim makinën, nuk kemi shofera. Po. Fix. Nëse na si Rama, o njerëz, që kemi shofer që 3 vjeç. Na duhet me shku vetë në punë, duhet me marr gruan vetë nga puna, duhet me marr nonën vetë nga puna, nuk kemi kështu. Hajde. Nuk kemi vlla, jemi vetë shofera. Të rrezikohet jeta jon. Do shkosh në Kosovë, mirë e tha Azmeri. Të rrezikohet jeta vlla. Nuk ka krip. E vetmja autostradë në botë vlla që un kam parë që ka rrethrodullimin mes autostradës. Ka rrethrodullime kur bashkohen për të shpërndarë në për lagje, në për rajone, në për gjitha, po jo në mes autostradës vlla. Këtë nuk e kam pa ndonjëherë. Pa sinjalistik. Autostrada e vdekjes quhet ajo autostrada Milotit, Milot Laç. Autostrada e vdekjes nuk di sa njerëz ka kaluar. I kam paksu me pedenca. Ajo ka pedencë shumë vlla, ka shumë pedencë. Ka pedencë ajo. Nuk e di mua këtë përshtypje më ka krijuar kur kam vozitur në atë segment rrugor. Por shpend ajo që duhet të thënë është tani ore dakord. Por si dhe vej halli vendit tonë, sepse një pjesë e njerëzve, dhe me të drejtë, tonë ore për qa do ndodhi këto, ngrem pikë pyetje, kanë ato pasigurit, dhe mua më pëlqeu shumë titulli që është vendosur sot, pra 7 ndryshime në qeveri dhe 7 muaj jetë politike, qeveria e Ramës. Unë nuk e di, unë e kam thënë, unë i qëndroj deklaratës që kemi bërë bashkë në podcast në datën 30 dhjetor 2025. Që po ta rikujtoj, që kam thënë që nëse Rama e kalon edhe këtë siklet që me sa duket gjysmën e kaloj, Ramën e ke këtu fatkeqësisht mandatin tjetër në 2029 po nuk e di më tej, pastaj ta bëjmë mbret edhe shah, sa është janë më bukur shahu i Shqipërisë. Shahu i Shqipërisë. Shahu i Shqipërisë, jemi në kohë shahras tani, Dhe se di është, nuk e di. Thjesht mberi përshtypje që një ministër ishte pastor, a kupton? Ministri i ri evangelist zionist Toni Gogu. Si puna me thënë unë ty ne jemi musliman hindu. Tonin e njohim ne. Tonin e njohim, po ka dhe një gjë. Është ky tjetri Ermal Nufi. Po ministri i mbrojtjes. Ç'a ishte ky? Ja ta them unë se ky shpend ka nga viti 2013 ka qenë tip sekretari në kryeministri, merrte një rrogë atje. Atë kryeministri mbaj mend, një pag.
Para ca vitesh ishte kjo kriza e çmimeve, hidrokarburet, bordet, u krijuan ca borde. Edhe antari i bordit Prap ky. e merr me mend kush ishte tani. Po. Prap ky zoti Nufi, 2 rroga. Po pas ka dhe një bord që unë nuk e dija, po ma than, pasi u interesova pak, për pjesën e kadastrës, a luizmit që janë këto. Se që duhet borde aty një zot e di, po nejse. Leku madh. 3 rroga. Vajten 3 rroga. Dhe ky dhe part-time ishte dhe prift. E kupton, nuk ka asgjë të keqe. Part-time prift. Pra, po ky është prifti i dytë, pastori i dytë. Pra, një Toni Gu, i dyti është ky Ermal Nufi. Por ka qenë dhe e katërta, mos ta harroj se nga kjo e kam njohur unë, ka qenë dhe sekretar për energjinë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjetikës në kohën e zonjës Ballu. Tani, bëj llogarit veti sa rroga janë, sigur nga 1 milion lek të vjetra, po shkoj pak më shumë. Pa shku një ditë në punë. Po. Kështu që rregull është. 4 Pra, milion tani e vun ministër. Sa dhe 4 Tani e milion, vun. sa e ka fitu 40 milion lek në muaj, minimalisht. Ma betjethe ne po Edhe themi nëse ligjërisht, pse e kupton? Pra, ligjërisht, nuk janë rastësisht këta se njerëzit një pjesë shpendtore doli këtu nga hiçi, kështu jo vlla, nuk është nga hiçi je ti, zotri që komenton dhe flet kot. Ai ka nga 2013 aty. Sa e bukur. Ai paguhet, investon, o mik. Ti e që harxhon internetin, ore se ju e kam thënë këtë. Ne që harxhojmë internetin aty duke komentuar, lodhim gishtat, baterinë e telefonit. Ne flasim kotëre. Këta janë rregulla. Nuk ka asgjë rastësore në këtë botë, sidomos ku në qeveri të merr ty e njeri, pse s'mori njeri mua për shpendin? Hajde, ty do të bëj ministër. Se kjo do ishte kështu tip surprize. Po ne dhe si po jo, ministra u azmer në muajin e 2 do ishim të detyruar të nënshkruanim dorëheqjen në burg. Ose do ta çonin vet. Se do të vinë në një firmë, thoshte hidhe këtu për mua. Jo, s'ka shanse. Patjetër. Por unë kam bërë një pakt me veten shpend, ne kemi thënë dhe bashkë dhe herë tjetër, se më thonë një pjesë tani, jo Balluku, jo kështu, nuk merrem me Ballukun. Unë me Ballukun vlla kam folur kur ishte në kulmin e pushtetit. Pra, jam ndër të vetmit në sektorin elektroenergjetik, kur ishte kriza, që jam ballë gazetës unë kundër zonjës në fjalë, kur tjerë i lëpieshin dhe donin kapshin në ingjen në favor, kurse unë me fytyrën time dhe me mendimet e mia i dilja kundër. Jo personalisht, nuk kisha asgjë personale me të. Po. Kisha me post. Kisha me atë që përfaqësonte dhe me politikat. Sot nuk merrem unë me të. Le të merret drejtësia, të vazhdoj punën e vet, për mua ajo është një qytetar e Republikës së Shqipërisë, as nuk më intereson fare. Pra, unë nuk merrem me individin. Dhe kjo na ndan ne nga këta të tjerët, që merren me pjesët personale të gjithë njerëzve. Kështu e shoh unë, mund të jem gabim, po unë kështu e shikoj shpejt. Pra, let na gjykojnë ata që janë duke na ndjekur, por unë kështu e shoh. Por shpresoj që drejtësia të bëj punën dhe kaq. Drejtësia do ta bëj punën sepse drejtësia është e kapur nga ndërkombëtarët, nga investitorët tash. Dhe neve po e shikojmë që po tjetë për drejtësinë shqiptare o azmer, këta mbretëronin dhe 200 vjet tjera, jo 100. Problemi është në bazë të informacioneve të mia, nga shumë burime, po që nuk jam për arsye etike nuk mund të them dot emra kush ma ka thënë, qysh ma ka thënë, se s'është konfirmuar akoma. Rama dhe qeveria e tij nuk i kanë fare mirë me Gjermaninë raportet. Nuk e di se çfarë ka ndodhur, po Gjermania i është vendosur qeverisë Rama si Gentilia pas Maradonës, për ata që neve nuk e kemi kapur Gentilien dhe Maradonën, por e kemi parë në YouTube. Dhe në ndeshjen e Argentinës me Italinë, Gentilia i hynte pa top Maradonës, vetëm ta thyente, ta vriste për ta nxjerrë jashtë loje. Në të njëjtën formë, Bundestagu gjerman dhe instancat të agjencive inteligjente gjermane kanë mbledhur informacion për ta goditur Ramën, duke deklaruar që ne nuk na intereson më as stabiliteti. Pra është mbyllur kapitulli me Edi Ramën. Çfarë mendon se ka bërë ky zotria? Domethënë duke u bazuar te ky lloj informacioni i cili është izbet në thelb, është underground, është qarkullon si konspiracion, por që ku ka zë s'është pa gjë. Shiko, duke qenë se shteti gjerman dhe gjermanët nga natyra janë
shumë të prerë Po. për sa i përket marrjes së vendimeve. Dhe nëse ata kanë marrë këtë vendim dhe këtë po e neglizhojnë se nuk e thirrën as te samiti që u bën në Berlin, kjo është një shenjë, pra nuk ishte ky zotëria. Do të thotë që ata kanë ndorë vlla një fakt korrupsioni, nuk e di çfarë, që është i patjetërsueshëm dhe nuk i thua dot nuk është. Se që të heqi vizën Gjermani, Duhet nuk ta heq kot. Duhet bë Që të shumë. deportoj Gjermani nga Gjermania aty kur si emigrant, do ta kesh mbushur kupën mirë. Dhe nëse e bën, nuk e bën kot pa arsye. Dhe kush ka qenë emigrant, unë kam qenë emigrant në Gjermani, ti ke qenë po ashtu. Pra dhe dim shumë mirë si funksionon pjesa me gjermanët. Imagjino tani në diplomaci. Dhe me ata vlla nuk ka shaka. Po i patën hequr vizën, nuk është hequr viza vetëm Edi Ramës. Se mua më shqetëson tjetër gjeshme. Mua më shqetëson se Gjermania është, le të themi, është Europa, po. Ta themi shkurt fare. Po, lokomotiva Ne e Europës. aspirojmë pym në Europë. Po, lokomotiva e Europës është. Pra, nëse Gjermania të thot stop aty, nuk vazhdon dot ti më tutje rrugtimin e ëndrat me gjell pasanikësh dhe me kështu gjellra europiane dhe me udhëtime europiane, me benefite europiane. Pse se edhe kur Europa taksa paguesi gjerman ti jep fonde për i partin, për të mbështetur ata fshatarët në tragjas atje që merrin këtë mjeshtrin telefon, i japin ato lekë, ti japësh këtyre. Që të kulturohen dhe këta pak, të marrin dhe këta veten pak. Të sistemon, se leku të sistemon, të rregullon pak ekonominë e gjitha. Po jo ta marri kush? Ta marrin deputetët ta marrin familjarët e tyre. Fondet, se këte bën me i partin ata. Ata morën fondet vlla të gjithë. U bën të gjithë familjarët e këtyre pronar agroturizmash, merr toka me qerash, shkruaj fiktivisht, ndërkohë që fshatari është i mbytur deri në fyt. Tani Gjermani pse kujton se nuk i di këto? Po ka ardhur rasti tani dhe momenti ku shëti që mund të ketë bërë edhe në një tjetër ky që ne nuk e dim, edhe e thot hall tani dhe ec. Pra, Sepse, por shikoja, ka diçka. Ky justifikoi mos integrimin në Europë për shkak të mos sigurisë ushqimore. Kupton tash çfarë se ky të ofendon inteligjencën në burg. Deri në datën 11 maj thoshte neve me Edin dhe PS-n në Europë, në BE. Se i gjën të bukura këto shprehet shumë. Edi dhe PS-ja në BE. Edhe të gjithë të lumtur pensionistët që janë në prag vdekjes i dhan votën, se do të futen në Europë pensionistët të nuk e marr vesh më bota, kupton? Po hajde, nice, gjithë kanë drejtën edhe një sekond para vdekjes ndryshojnë. Dole me pafytyrësi më të madhe dhe tha shikoj se neve BE-ja na e kanë mbyll portat për shkak të mosigurisë ushqimore. A nuk është ky që i ka hapur derën kontrabandës së ushqimeve të skaduara nga Greqia dhe nga Italia dhe nga Serbia? Ma dha Rej Men Ink, Rej Sulejmani, o gash më tamo, o bruda. Tu në Itali ka shumë miza, sepse ushqimi është organik o vlla. Vete miza shkonte organika. Në Tirana kur vi, as koshat nuk kanë miza. Se janë të gjitha sintetike o vlla. Edhe miza nuk vetet e jo organika. Neve po ushqehemi, shiko se janë bon, vetëm nga mielli këtu, nga gluteni serbe të gjitha, më shbëj intolerancë fytyra që filloj po kurojmë tash, më ka kapur alergjia. Vetëm këtu e shikoj te unë. S'po të flason për tjerë ty, çaj ndot se nuk i beson njerë. Ja marja ku i ke këtu. Vraga. Çohesh mëngjes i entur. Pse? Sepse ti ke ngrënë 2 feta bukë në darkë dhe ajo glutenia, majaja që ka ajo buka, është aq e skaduar që të vjen ty nga Serbia, ndoshta më fal për shprehjen, i kanë bërë shurrën lart ata, ose i kanë hedhur minja, diun çaj i kanë hedhur që ta heqen e testosteronit, na zhdukin fare si rrac. Neve nuk ngrihemi fare, burr. Po fot kështu dalin në nga këta pseudo patriotët se Shqipëria është e madhe etnike, bla bla bla, autokton, fillojnë gjithë. Motrën serbit, kësaj serbit e gjitha me radhë. Në fund ditës vjen si Çeço për të blerë mielin serb, nuk i kërkon njëri llogari politikës shqiptare.
Që të mërshme shpen. Ne po jetojmë në këtë vend po. Ne po jetojmë, nuk e ngadhruesh. Pra bukën tjetër shumë mirë me ngjyrus. Ushqimet, le të themi, mirë çmimet janë shumë të larta, por ne nuk po dim çfarë po ham. Dhe kur kemi ushqime bio, atyre fshatarëve që i kultivojnë dhe i mbjellin nuk ja blen kush. Nuk ja marr. Pse? Se nuk e konkurrojnë dot ata mallin që vjen nga jashtë. Mua më bëri përshtypje para një 10 ditësh vajta në supermarket për të blerë ushqime me thënë drejtën. Dhe pash te supermarketi domatet kishin ardhur nga Turqia. Po pse më pak sera ka këtu në Shqipëri? Pak sera ka ken Dimalti, ken Berat, ken Fier, ken Roskovec, ken Lushnjë, ken Divjake në gjithë Shqipërinë. Ku do kja, në gjithë mëzhe Ata i hedhin domatet në kanal, o zotri. Se nuk e shesin dot dhe ti mbush vendin, ekonomi e lire të gjitha me radhë. Unë jam dakord me këtë. Por problemi është ore duhet t'i japësh një prioritet mallit vendas. Vere një taks atit që vjen nga jashtë edhe nuk ka ai se si të dali më ullët se ky. Po këtu vlla mbështetet ai që i bie, tregtari. Tu është çdo gjë për tregtarin në shpend. Nuk është për fshatarin. Fshatari është barr këtu e burr. Vën këta gazrat e nufrat. Po. Vën këta në Turqi edhe thot shikoj se dalun garant që ti fut pa dogan këto, vetëm hajde futi. Legët e taksave i merr në xhep ky, zotri. Shiko, unë nuk del një parti politike o azmer, kushdo qoftë ajo partia politike, ata ketë në program politik vetëm një pikë. Për parësi, Made in Albania, po jo si që bënd Sali Berisha kotca për retorika dhe ka harru të shi. Si shka harru çdo gjë që thota, kupton? Përsërit veten kot duke menduar që disa njerëz do ta ndjekin se i duket bukur. Harron që neve kemi memoria vëlla. Ktu po nuk dole të bësh kastravecin vendas, domaten vendase, pataten vendase, do ketë përparësi vëlla. Neve që kemi jetuar në Gjermani, në Arbeitet Zeitung, kur ti aplikoje vëlla, thoshte në radh parë përparësi kanë gjermanët, pastaj janë komuniteti europian, pastaj ekstra komunitarët. Ti mund t'ishe më i zoti, t'ishe mjeshtër niveli 7, grada 7, do merte përparësi Gjermani, po mos plotësoje nga Gjermani, do shkoj te Italiani, Polaku, Ukraina si e leshi preshi, po mos kishte e vend aty, fillon të kalonte te ty. Kështu duhet bëhet edhe këtu vëlla. Janë hapur supermarketet mall italian. Nga vash maj motor, si qeka, ti është më lirë në Itali se sa këtu e? Qa transporti boget je, ma? Qa transporti bëndi, la, se Italia e ka aq shtrenjta se ka taksa. Ti nuk i ke ato lloj taksash në ushqim. Nuk e marr vesh vlla. Ka vajtur një moll 700 lek. Një moll, një kokër moll, po ta peshosh vetë 700 lek. Ndërkohë që në Maliq, në Korçë dhe Mbilisht i hedhin mollët, po i presin. Por ka dhe një gjë shpen. Nga njëra anë edhe mirë t'i bëhet shpen. Mirë po. E di që është pak e rëndë kjo që po them, por mirë t'i bëhet shpen sepse këta populli jo ne vëlla nuk ndryshojnë. Ai pret mollët, i hedh në kanal. Ditën e votimeve në orën 7 vete i pari voton o zotri. Muajin e fundit fushatës me flamur, vetëm me traktor atje kur kanë këta. Tani, atit nuk i vjen keq atit për veten e tij, për punën e tij, për duart e shqyera nga puna, të çara. Nuk i vjen keq e vetë i voton këta, për çfarë? Për egon e tij të smur se është tifoz politike. Më vi mua keq për atë se pret mollët. Mua vjen keq sepse do vete do blej mollën që më vjen nga jashtë. Për këtë më vjen keq mua, se nuk më vjen keq për atë, fare, absolutisht. Nuk më vjen keq për atë që hedh domatet. Mua më vjen keq për domaten që vjen nga Turqia, që kanë ndetur në dhoma frigoriferike, që nuk po e marr të ndjej atë erën e domates, se nuk mbaj mend sa vite u bën. Pra domatet që blej nuk ka erë domate. Ti e merr thjesht pa shije, një gjë kot. Pra unë mbaj mend kur isha në fshat e këpusje të knajte. Si frut ma.
Unë do Po ta marrë haje në fik si qatë frut. Lipovsh, kur dile nga toka vlla, e haje si frut, luaja me top, Eksakt. e haje si moll, se të shijonte pa fund. Mbante erë domate, o vlla. Ku ka tani? Tani është Prandaj kasht, prandaj them, është kasht, o vlla. nuk më vjen keqe valla fare për këtë popull. Fare nuk më vjen. Sepse u mbytën atje deri në fyt nga lumi. E prap votën. U ngritën gjë. Folën gjë. Reaguan gjë. Ti ke Kur i opozitën, hedhin. Vlla, ti ke opozitën që nuk po shkon në rjoll o burr. E futëm ne të dy Pa këtu skushëm. live i rjollin, që të fliste ajo zonja e shkreta, se më dhimbset për atë zot. Më dhimbset qamet vlla, ishe nusa ajo. Nuk ishte as në rjoll, nuk ishte rjoll, se ishte nuse, kishte marrë, a në mënyrë autodidakte kishte mësu juridikun a zonja, fliste si juriste. Bravo i qoftë. Po pra vlla, po rrien si në Bagdad o vlla. Kush opozit do flasje shpend? Po nuk ka folur e se Cilën opozitë ke? se bashkimule herë këne hera ne për doli tek ajo te dosjet e Akshit. Që këtë e kemi qenin ton tani se i dham 278 milion euro. Që e shikojë neve televizionin e atis ta kaftu, ka 2 vjet që nuk na merr njerin telefon o vlla. Edhe kur na marrin për emisionin e mëngjesi. Hajde flasim neve për ndarjen e Luisit me Kjarën. Mos e thuaj këtë se do bësh live. Po ç'a lajmi e bër tash? Ata e paçin jetën e gjatë për sa Se kjo vlla na intereson, nuk na intereson domatja që është me pesticide. Nuk na intereson molla që nuk dihet nga vjen. Mielli që është le të themi toksik. Ne na intereson showbizi e burr. Ne për showbizin aty, ja dil thuaj ti shaj këta atje dhe shikoj çat bëjnë komentuesit aty. Nxjerrë një video tjetër dhe fosim ne. Të marrin kështu, I kam parë. I kam parë burr. Provojë vlla dhe la fosim ne. Ka që thjesht. Para të thon ty serb, mua më thon gabel, më thon turk, më thon ças më thon vlla. Jam mësu me këta. Azmer. Më pëlqeu një koment shpend në një puntat që kemi pasur, e bën dikush në YouTube. E kam screenshot, do ta kem diku. Që thotë se shiko thoshte, ngeli Shqipëria tani ta rregulloi thoshte një bosnjak dhe një kosovar. Hala, sa të merre valla. Ë? Të merr. Domethënë, sa ignorant mund të jesh që të mos e dish që ajo që quhet sot Bosnje ka qenë territor i populluar vetëm me shqiptar, është kthyer ai mbi emrin nga represioni jugosllav. Burri lirë. Jemi gjithë i lirë. Janë dalmatët, Dardanët dhe dalmatët. Në qoftë se juve e keni vendosur atë viçin nga pas vlla, është si pasojë e taksimit. Siç jemi kthyer neve nga katolik mbret shtat, jemi kthyer në musliman Bektashi për t'i shpëtuar taksës së vlla. Sa ashtu ka qenë koha. Ndryshon mbi emrin, shtoj një vish pas, redukton 70% taksave, se nuk linte mbreti i Jugosllavisë me ngrit kokën ti si shqiptar. Ç'a do të thotë kjo? E di ku është e forta. Këtu t'japin mend dhe të bëjnë moral, këta që kanë ndryshuar pasaportizimin, thjesht për të votuar PS-n. Pa. Domethënë, mbylla unë me kaq tek, kështu që e shikon vëlla, domethënë me thon njëri një bosnjak dhe një kosovar, kjo është e tmerrshme. Këtë duhet me dërgosh edhe me angjit emisionin. Do ta dërgoj screenshot. Me angjit emisioni direkt, na e vendosi Bleda, se kjo që ka perla vëlla. Domethënë, ku shkon maligniteti, kush i përdhunon vëlla, po i përdhunon ja o hapsi tunelin e llogaras. Kjo është cinike, o shpend. Kjo është cinike që thotë po do bëni ju Shqipërinë, thotë ju si jeni qysh këtu thotë, kupton? Na leni neve. Është cinike kjo, po ta mendosh thell, ku godete. Nuk jo vllai këtu por çka nuk e shmang dot këtë shpend. Jo, po s'ta shmang. Ne thjesht mund ta jetojmë. Ne shmangim dot. Ne vetëm mund ta jetojmë. Por ne përkundrazi këto na motivojnë më shumë, na japin material, Pra kaqen por asgjë fare. Madje kjo është për turpin e këtyre që e thon, vlla, se i bie që ti je shqiptar e ti s'po flet. Ti po bësh pal. Nëse ti ndjen veten shqiptar më shumë se unë se Gashi, sa do ta thonë. Ti ndjen veten pal me këta, ti vjet me këta, ti nuk reagon kur të vjedhin këta, kur tallen me ty dhe vjen tani një bosnjak në kosovar,
flet më shumë se sa ti që je, le të themi, puro, pure Albania. Po nuk ju vjen zorma. Nuk ju vjen zorma që ngelen dy huaj si puna ime dhe Azmerit, njëri bosnjak e tjetri kosovar, të vit flasi për Shqipërinë. Kaq të vdekur jeni ju, ama. Kaq të vdekur jeni. S'ju vjen zorma, nuk ju vjen turp nga vetja. Jemi ne të huajt që vinë e flasin për Shqipërinë. E të mërshme, kupton. Kjo ka për të bë super reels njerëz. Kjo është super reels. Imagjino në emisionin e radhës shpend, do marrim një dy nga Bangladeshi, vlla, që din shqip, më beso, do t'i gjejmë që të flasim për problemet në Shqipëri. I fusim, vlla. Të betojmë. Dhe kur do vemi te Agropa, se e kemi lënë gjithë ato herë, kur do vemi? Do vem se ka qenë koha pak e paqëndrueshme, kupton. Po do veme, po mos e thuaj, se na vete na njeri më para. Po. Mos e thuaj ku është. Këta vjen aty për gjetur se vjedhin kauza më. I ke vënë re. Po vetë opozita përpara ça. Jo, opozita nuk harxhon ashtu vëlla. Nuk harxhon mul noga para nga taksa paguesi shqiptare për kauza, seriozisht e ke di. Ai ka tjera have. Është e tmerrshme vëlla, domethënë është nuk e di. E vetmja gjë që ndodh në Tiranë nga protesta e opozitës është që bllokojnë rrugët. Kaq. Domethënë bllokohet qarkullimi, jo rrugët. Bëhet trafiku në maksimum, po tani si inxhinier që je se mua dhe më falet bëni një gabim o vlla për llogaritje se kam lënë matematikën në vit 4 në gjimnaz. Dhe me këtë rast përshëndes profesorin tim Lefter Legan, Lefter u bona vlla, se më thoshe që s'do bëhesh si nuk do bëhesh ndonjëherë me këtë karakter që ke. Ku jeti tash me kurse 7500 lekë ora? Vlla jote ka 30000 lekë orën vetëm me shit ajër. A kupton? Lefter, matematika. Sa është kilometri fundit o vlla? Se kilometri a ka 1000 metra? I ka. Po shumë rregull je. Tani shumëzoj një mishë me 100 i bie 10.000 centimetra. Të lutem vlla, sa e ka margjin kilometrik Partia Demokratike me nëkrye Sali Berishën, se s'po e marr vesh, jemi kilometrën e fundit. Çka Berisha ka një gjë të bukur. Që sa herë del mbas protestës, thot, kjo ishte protesta më e madhe, po tjetra do jetë akoma më e madhe. Pra të tjetra, atje do t'i japim atë goditjen përfundimtare. Po ta veshre në çdo deklarat këtë ka thënë, pas çdo protest. Kaq, por kjo është thjesht kjo është oksigjen për militantët, për t'i treguar njerëzve jemi dhe ne këtu. Sepse nëse Partia Demokratike ose edhe këto partitë e tjera nuk bëjnë një mini protest, këta zhduken nga qarkullimi, e kupton? Se s'janë interesant më, djegin e i goma të me fishek zjarë, në një, dikush ngre zerin, kaq. Pra thjesht për t'i thënë njerëzve, jemi dhe ne këtu. Dhe mundohen të bëjnë nga këto lloj gjërash. Më duket më shumë kurth. Më duket kurth, për shembull, aty dalin dhe njerëz se ne kemi vlerësim. Edhe unë e di pse dalin. Ata nuk dalin për Partinë Demokratike, ata dalin për të shprehur më në fund ose minimalisht revoltën kundër qeverisë. Një ndër ta është Altin Goxhaj, një ndër ta është Felix Bilani, që u bë lajm, që i thoshte dashi kujdes me dorën, që njohu policin. Felixin unë nuk e njoh personalisht, po ashtu siç më duket nga karakteri edhe tek ajo që kishte thonë atij gazetarit, që u quat një televizion i tha ti që e ke RK i tha vlla ec qarkullo. Më duket djalë Danoç vlla, burr Danoç, çun Tiranë, a kupton? Nga këta revoltuesit. Dalin shkretet vlla dhe han dru. Ndërkohë Partia Demokratike dhe opozita merren me shpendin me Azmerin që ton juve vetëm flisni më, hajde dilni aty. E kupton çka kurthi, çka Rebit Holli është, me vajt atje quer si klyshi Saliut, mos me vajt atje, dalin këta Sali Berishës, qente vetë dhe të kafshojnë, siç më kafshon mu, do të kafshojnë ty e shumë tjerë vlla, kupton? Neve na e kafshuan, po rëndësi ka kafshimi. Ja, problemi është shpend se ty të shohin pak, ta them sinqerisht, të shohin si kërcënim aty, e kupton? Se mos i merr në njerit me, pra i merr pozicionin valla. Unë kërcënim jam valla. Në momentin që kur nga që jam tani apolitike, kupton, edhe thon ky
Në momentin Edhe që po Shpend foli nuk Gashi është ka përqenë ndonjëherë në Partinë Demokratike, pa këta që janë, aty s'do ketë më as Mulnoka, as Albana Vokshi, as edhe një është operacioni fshesa o vlla, fshes me korrent, po nga ato 3.000 euro që të heqim me themeli. miele. Miele, bravo. Miele. Miele. Ti bëjmë çik reklam mieles. Nga ato që të tërheq me themeli vlla. Do vi Azmeri, do vi X-i, do vi Y-i, të ecim para vlla, të jemi të qytetari. Mos të jemi me 38.000 euro vetëm jastik të ajrit të Range Roverit. Edhe dalim mulit thoj shiko se ne jemi të vjedhur nga Rama. Ti zotri ku i gjete parat me 2 milion lek për kaq vjet që kisha rrogën, se tani të ka vajtur 4. Ku e mban ti gjithë pasurisën? Unë s'po mbaj dot një Polo. Një Polo benzin gaz, më dhëm shpirti vlla, ti hedh për ditë. A kupton se aq buxhet kam ti? Unë nuk vjedh. Nuk i mashtroj njerëzit, hajde këtu më jep lekse ose të vendos gjoba. Do të bëjmë deputet. Do të bëjmë deputet. Bravo. Do të bëjmë deputet. Domethënë, e kupton vlla që këtu vritet shpresa që në filiz. Theme ne nuk ka lidera. Për çfarë do ketë lidera të rinj? Ku të linte Lul Basha që ishte kuklla Sali Berishës? Ku të linte Sali Berisha, siç po e shef që nuk lë fare të ketë oksigjen aty? Se këta e kanë marrë dilja unë krahët Berishës, unë dilja në krahët Berishës se mendoj që do luftonte Ramën. Po kur e mora vesh që këta ishin bashk. Au revoir. Jo me mua vlla, ke 200 pacientë që të shikojnë si perëndi. Unë jo. Po përdori një term të bukur këta. Thonë, ne jemi qendrestarët. Po. Më thënë, ti që ke ikur e kështu ti je dizertant, e kupton? Dezertant i kauzës. Pra, po ku ishte? por kemi një të bukur. Kemi 3 vjetorin, shpejt mos harro. Kemi 3 vjetorin e rritjes pagave të deputetëve. Po, duhet ta festojmë. Mban me 95 veta njerëz që kështu direkt kartonin ata, paf, doli Rama tha do rritet direkt, u vendos dhe e votuar në mënyrë unanime. Unanime gjithë. Pra, kur vjen puna në këto situata, janë të gjithë gati ata apo jo? Pra të gjithë kartonin, dorën aty. Nuk benefite. Vlla, nuk flasim fare, është detyrë e opozitës me i marrë dhe me i sqaruar njerëzit kush janë këta 7 emra vlla. 1 janë qente Belinda Ballukut, zarat e Belinda Ballukut, pra është shkarkuar de facto Belinda Balluku apo vetëm de jure? Shiko, o shpend, që mos ti paragjykojmë dha. Unë ky ministri i jashtëm, Ferit Hoxha, unë kërkova pak, navigova pak për te, edhe ai kishte nga 91-shi si funksionar i lartë i shtetit shqiptar. Kishte qenë ambasador dhe në kohën e Berishës, dhe në kohën e Nanos, edhe te Edi Ramës, kishte qenë në OKB, ministër në Belgjik, ministër në Francë. Pra, tani mbetet, ai vetë do ta tregoj çfarë do bëj për Shqipërinë. Pra, pa dashur ta paragjykuar, pa dashur që ti thënë, pra, se e pash pak, u bëra pak kurioz në fakt për të naviguar për të kërkuar. Dhe nga CV-ja, nga ajo që unë pash, mu duk le të themi nga ana e formimit shumë i plotësuar. Pra, funksionari i shtetit shqiptar. Por, ai e ka vetë në dorë tani, do jetë zar i Edi Ramës, apo do jetë, le të themi, ai që ka qenë në këto pozicione dhe të tregoj veten. Sepse koha është treguesi më i mirë. Po t'ishte kaq i mirë ky, pse nuk e kanë futur që në 2013 vlla, e para, e dyta vlla. Unë nuk besoj te këto Katovicat e fsheta, që në 91-shin ti pushtetare nuk zbriten njerë nga kali. Unë jam vetë vlla, po mora njëherë pushtet, po ngjelam shumë se 8 vjet në pushtet vlla, qofsha djali më i poshtër, këtu janë të ruajtura në Tru Podcast Media, let ma plasin njerëzit ballit, 8 vjet duhet vlla. Po i bone për 8 vjet prosperitetin ekonomik tëndin, prosperitetin të lësh i gjurmë, ik boto libra, fiton më shumë lek. Pastër, dil në për studio, jep mendimet e tua si teknokrat, si ekspert i fushës e gjitha me radhë. Vjen, domethënë, pasurimi nga politika në konceptin tim vlla vjen pasi mbaron politika, pasi pensionohesh. Se merr leksione të hapura, vera 20.000 euro një orë leksioni. E merr kështu me pa taks, pasi lloj gjoje, fut e xhepi,
çekun, shkon te banka e thon të drejt pak to se jam intelektual. Mos e ngatroj jashtë. Se në Shqipëri vlla përfundon te këto universitetet barake me 4500 lekë orë. Vlla, Mos e ngatroj gjëra. vlla, un flas për standardin që do krijoja unë. Jo këta se Mirë. këta nuk reformojnë Akademinë e Shkencave sepse duhet me shkatru gjithë doktorat edhe profesorët e asocuar që kanë dhënë burr. Ti te Fakulteti i Shkencave Sociale ke profesor asoc DR që nuk din lidhin 5 fjala, janë debila funksionale burr. Janë byth lëpirë ma, janë legenda partie, të degeneruar, a kupton, pa moral, pa si logjoja. I njofun personalisht, do vi momenti, sa ata i kam të bloku zi. Sa të vi momenti, vlla, ata do shkoj vetingu dhe të arsimi. Se unë nuk ja falja të djegën e doktoraturës tyre bastardve, tyre plehaneve, a kupton? Drejt kësaj do shkoj ajo shpenda po. Do vi vetingu. Ti shikoj njerë plagjaturat e këtyre. Edhe si shesin librat e tyre të studentët me detyrim. Merita Xhumari vinte me librin e vet copy paste duke ja përkthy neve nga anglishtja dhe na shiste 10.000 lekë, 15.000 lekë, 20.000 lekë, o vlla. Lire ka pas. Shumë lirë. A kupton vllai nda? Do të arrisi edhe pak. Do të arrisi akoma më shumë. Vjedhin projekte pafund. Feminizmi. Bonte Klodiana Beshku. Feminizmi. Qa u bë për femrat vëlla? Ore, një sekond se më kape një gjë këtu. Ore, tani këto lëvizjet feministe që do ndodhi lufta që po ndodh. Pa. To gratë vlla do marrin pushkën, do të vënë front apo do thonë jemi shtëpiake, do marrin fshesën, do shkojnë në shtëpi. Si e do e vezën? Si e do e vezën? Pra, jam shumë kurioze po. Ë? Do na pyesin si e do vezën. Flas për këta që marrin fonde, se marrin fonde nga 50-60.000 euro në muaj. Po vlla. Ase më flet njëri kot këtu. Po ti je grua dhe zgjedh një burr që të ketë rolin e gruas, nuk është më faji jot, është faji i atij derdimenit që ja ka dhënë Zoti kodra. E përdor vetëm për të urinuar, se burri është autoritet e status. Janë 50% meshkuj, po shumë pak janë burra vlla. I kapin apo si kapin 5%. Sidomos sot njerë. Të një qa preti? është fuqizu me miellin që vjen, me miellin që vjen nga Serbia. Tani, përsa i përket i Ferit Hoxhës vlla, u mora ca informacione, e pash dhe unë. Ky është përdorur si gur nga Rama për interlokutor me amerikanët, duke pasur atë njohen eksperiencën e madhe me botën perëndimore, duke krijuar dhe ato njohet e veta për me CIA, me Pentagone, me gjitha me radhë, dhe Rama mendon se ky do jetë guri vet i shahut që do vendosi marrëdhënie me presidentin Trump, për shembull, me administratën Trump. Për mua Trumpi i ka humbur të gjitha pikët vlla. Për mua Trumpi i ka humbur të gjitha pikët. Për mua Trumpi nuk është asnjë lloj gjoje më shumë se sa një vegël e bibit. Ma tha mirë ai Olci Jazexhiu dje, Trumpi s'ka faj vlla se ishte në gjumë Mar-a-Lago, tha. E morën telefon, tha, qo se i kemi rënë Iranit, bëjnë deklarat. Dhe shi, cilës Amerikë? Ti Amerikës si suporton një kriminal lufta? Amerikës si po furnizon edhe do me marrë me mercenar dhe nga Shqipëria për të vrarë fëmijët e Gazës, sa aty vetëm fëmijë kanë ngel tash. Fëmijë dhe gra dhe pleq. Do më thënë, del një vend protestant si Suedia, Finlanda, Norvegjia, Danimarka dhe një tjetër, thonë, në qoftë se Bibi Netanyahu vjen në Union apo në vendet tona, neve nxjerrim urdhër arresti për atë kriminal lufte. Që në fund të ditës, dhe në fund të ditës vllai ata janë protestant. Po janë ata protestantët e mirë që e kanë lexuar edhe Biblën, kanë lexuar edhe Kuranin dhe e din epokën e Yexhuj Maxhuxhve. Kristianizmi kundër islamizmit. Gog and Magog. E din ata. Alegoria është ajo. Edhe e kuptojnë shumë mirë që fundi botës do jetë kur kristianizmit përplaset me islamin. Dhe do fuqizohen derkucat, zionistët. E kanë kuptuar ata vlla. E kanë kuptuar ata, nuk e kuptojmë ne.
Po ne na vi ujë burr, se s'kemi ujë akoma ti thua. S'ka drita, por një pjesë që po na ndjek ne tani po më shkruajnë mua thos s'kemi drita, ti thua. Mërshme, më. Qa prete për ai s'ka drita në shtëpi e burr. Kuptoj tani pjesën e geopolitikave. Por kur t'jen zgjedhjet atje, s'ka drita e harron, pa vetë voton prap. A? Si me bom. Pra, këtu duhet ku di unë për duhet të rritur ndërgjegjësimi të çdo qytetare, të çdo adulte. Se dhe kjo që ne po bëjmë deri diku një farë terapie falas është për ata që duan të kuptojnë. Për atë zot po. Se për këtë duhet paguheshim ne po. Kush do na pagojë? Opozita na shpall armik. Pra, edhe ishim aset, unë ti 500 tjerë si ne, 1000 tjerë si ne, se jo të gjithë le themi dalin flasin publikisht, por na mbështesin. Pra i kemi nga brapa 5 njerëz. Pra, tu të shpallën armike. Ti nuk i duhesh vlla, unë nuk i duhem, se ne jemi reaksionar. Ne jemi Nuk je yes man burr, shpend shkurt fare, por nuk je yes man, je i ber vet, kaq shkurt. Ta duan njerëz aty burr që s'kan as formim as një lloj gjëje, kupton. Vetë unë më vjen oferta për drejtor instituti që janë këto idiotliqe, departamentet aty. Edhe antipropaganda. E hapim thang do. Po më hapim edhe. E krijojmë. E krijojmë. Po si do ta na shkruaj një letër ti? Vallai edhe është letër e vlla ty nuk të shkruaj fare, nuk i japun atyre ide. Po jo, po nuk ka shanse. Të bëj unë strukturim si e mendoj unë, ta marrësh falas ti, ta marri ai froçi i PD-s Alfred Lela dhe t'ja japin një froçi tjetër që mund ta ketë dashnor aty, a kupton? Nuk ndodh ajo. Nuk ndodh vlla. Punoj unë e ta marrësh ti gati. Po sa ashtu, thash më duhet 20.000 euro në muaj. 20.000 euro, jo për vete më, lali tash. Unë do jem pa rrog. Po do vi Azmeri, do vi Bleta, do vi Buçi, Bulkthi, Xi, Ypsiloni, 10 veta në zyrë, 10 veta në rrugë. Na duhen tollona nafte se do ikim qafë ploçne. Me kë do ikim? Ti thëm Azmerit vlla, hiqa çik djalit dhe vajzës legët e kursit ti se do shkojmë neve të luftojmë për PD-n. Ti tregojmë që shiko kjo rruga ka rënë. Nuk të vjen njeri, thash Lale. Se ti nuk stimulon si parti. Ti e vëri me zez. Si përfundim vlla, sekretari përgjithshëm, jo, s'kemi neve lekta që jemi opozitë gjitha me radhë. Po shite as ti ku na ajri të Range Roverit vlla. Mirë që s'ka thënë, po shiko se ti duhet fusësh ti lekë, kupton? Se ti po vjen te ne, se kështu e kanë këta. Këta partit vlla kanë një gjë. Ta të rinj ti kanë qef shumë, kupton, që aspirojnë ose duan të hyjnë politik, sepse duan të vjelin, e kupton? Pra, ton ti bëj unë deputet, do të vë unë listë sigurt ty, ja erdhi të 2029, po na duhen, shikoj, na duhen 2.000 euro, këtë herë 500 euro, 5.000 euro, a? Pra i kanë fiksim këta. Dhe këta të shkrete tani, se një pjesë mendon se duke hyrë në politik do bëhet i famshëm. Pra pjesa më e madhe që kandidon, se kandiduan një 2.000 ca veta, 2.500 veta, 3.000 veta në zgjedhjet e fundit. Sa u futur të rinj? Menduan, nga të gjitha partitë menduan se duke kandiduar këta do bëheshin famshëm, do i hapeshin dyert e suksesit, e të gjitha me radhë, por në fakt thjesht u përdorën. Pra dhe çdo kush që mendon se do bëhet i famshëm, nuk e për të bërë i famshëm ti zotëri nga politika, ora hajde këtu te gashje vlla aty. Ose me ndonjë tjetër ose dil vetë, e kupton? Nuk të bëjnë këta të famshëm ty, o mik. Këta do të marrin lek ty, do të shfrytëzojnë. Po e kuptove në kodo kurse është ca lek, se po të japim ca këshilla kështu falas. Nëse ti, ku di unë, do t'i japësh vazhdo, po pastaj mos thuajmë ka nikur ca lek me politika, se janë ndjekur shumë, se nuk i them kot këto shpend, pra njo personalisht shumë që kanë... E di shumë mirë unë në fjerë nga lista e sigurt pakën, nga lista e sigurt dhe nga jo e sigurta, di që janë futur në borxhet shkretët mbi 200.000 euro vlla. Se vetet e shpendit e Azmerit thot më duhet, po thot Azmerit, ja vllai 50.000 euro, i kam unë 50.000 euro për ty që të vazhdosh fushatën. Edhe unë i het që ti të fitosh vlla, që ato legët ti të riinvestosh. Po patjetër, ora s'ka gjë falas 200.000 euro vlla. E di çfarë do të thotë 200.000 euro.
200.000 euro në Shqipëri vlla janë. Punosh 2 jetë. A kupton ç'a bëhet? Punosh I 2 ka jetë marrë apo? njerëzit në qaf. Edhe Jo, i si mbajnë kanë tek marrë, gënjeshtra. ata njerëzit kanë dash, një pjesë ka dash vetë vlla. Pra një pjesë ka dashur vetë, i pëlqen një pjesë, e kupton se i vjen mirë për momentin, e kupton. Pra, çfarë ti thuash? Ky është realiteti tutë ne, po e them më shumë për këta të rinjtë, se mund të ketë shumë që janë jashtë, se kur je jashtë vendit, Të dhëm shpirtin. do apo nuk do bëhesh më Po. shumë patriotë, e kupton? Edhe këta politikanët i kanë qef këta, e kupton? Ti organizojnë ai takim jashtë me lekë e këtyre, e kupton? Po Pra, kanë i marrë atë shfrytëzojnë. djalin, këta të PD-s kanë marrë atë djalin që jetonte në Belgjik i shkrete. Që ka vajte Brengeni aty. E marrin tani po ja përdorin imazhin. E vetëm kur ta hedhin dha atë që të shikosh edhe atë, do thoj shikoj vlla do ikim Belgjik se u zhgënjeva këtu, a kupton. Po si shumë të tjera, po. Është Si shumë të tjera, shpem nuk është as i pari, as i fundit, është sepse njerëzit duhet kuptojnë që Rama mbahet në pushtet nga kjo lloj opozite. Këtë duhet kuptoni juve, që mos na thoni juve merreni me opozitën se duhet merrem me Ramën. O merremi ne të dy me Ramën ose shmar njeri vlla. Rama neve të dyve na do në hell. Ta dini juve, në hell vlla, kështu të pjekur nga dal, kështu vetëm të kënaqet. Po s'ka ç'a na bën vlla, se s'ka ku na kap. Që do na kapi? Berisha është oksigjen, o shpen, Berisha dhe këta të tjerët, vlla, janë oksigjen që ky elektorati i vet të mos t'i iki, mos t'i qedoj. Pse Po. se? Thon, po ika unë, thot, ja tek e keni këtë tjetrin. Pra shumë e thjesht gjeja, burro, kupton. Po t'jetë një figurë e re përbashkuese në opozitët më të madhe në vend, normalisht që njerëzit do bashkohen dhe Berisha e humbi shancin vlla. E di pse e humbi shancin Tani- Berisha. Berisha kur u kthye kishte mundësinë që të bëj Berisha 3 totalisht rinovim. Të merrte Shpendin, Azmerin, Tedin, X-in, Y-in, ti mbante çuna që mendojnë ndryshe nga njëri tjetri dhe ti ishte ky si masteri, a kupton, si mjeshtri, si me më shumë eksperiencë, mashkulli alfa. Edhe të mbante disa alfa ka të rinj. mbajtur ai. Po jo, Ka vlla, mbajtur ai. po nuk mbahet me Por, nokën e burrit. tritan sheu në burr. Po. Ka e vlla. Tjerë nokën e vokshin e më gjithë vlla. Rregullesh. Janë anti-elektorale, burr. Janë anti-elektorale. Po ai nuk hyn të fitoje, ai hyn mos ta kundërshtoj njeri. Veten Damian, që të tregoj një histori se ne në podcast jemi. Veten Damian vlla, me ca miq të mi, Dibran. I du shumë ata shokët. Edhe mblidhemi shpesh, vemi në për to fshatrat, Hamëllënja, gjona, prodhi me fshati, se ne këto kemi qef vlla, nuk kemi luksin vesh te këto që të bësh foto. Si kemi bën ndonjëherë foto ushqimit e s'kemi për t'i bën ndonjëherë, se s'kemi ngel te ushqimi ndonjëherë. Edhe s'du me provoku ata që s'kan, se kujt do me ja tregu, këtij populli që s'ka buk një vakt ha një familje. Edhe ulemi tani me krye pleqte me gjithë atje, o profet kemi pare, tjetër, mboj qefi normalisht, kur të njofin edhe në për fshatra, në për gjitha, tregon që imazhi po evolon, a kupton? Edhe në një moment i thot një shoku jemi thot, o daj, thot, a do ta votojmë Ngashin, tha, po hodhe. Tani krye plaku socialistë vlla. Thot, po besa, thot, për kokë të nipave, në qofë se ti më vjen mua këtu dhe nuk je në listën e Sali Berishës, të tër fshatin tim e ke prote. A kupton ç'a bëhet o vlla? Ama po dole me Berishën, tha, që ti jesh në listën e Berishës, harroj votat vlla. Shkurt, Pastër, qartë. qartë vlla. Është realitet ky, nuk është se po e shpiku, nuk është fiction, është realiteti. U mund të kem hequr në një fjalë të pist nga komunikimi, a kupton? Imagjinon zonën e jugut. Po. Eh? Po. Jesh imagjinoje si është situata, se ne e dim shumë mirë Në fjerë del si është perceptimi publik. Por gogolo valla. Pra gogolo valla. Shkurt fare. Por ça ti thuash, por shpend. Por atë rrugën aty te ty e shtruan. Jo, e bën vet këta të lagjës,
morën një eskavator Ehe. edhe kanë hedhur dhe edhe e kanë gjeshur dheun. Që me shiun tjetër do hapet prap gropa kështu do vet. Mbajt mend kur kalove që erdhe te shtëpia. Ishte këtu vlla. Atje ka Foristrada o zotri. Jo makinat tona që janë Në vetura. Tiranë, Në Tiranë. janë 70.000 banori, ka stili aty, ëh? Astiri Ysberisht kanë diku te 80.000 90.000 banor vlla. Po. Kështu që po ke smeta por ja erdhi 2029. Është balto vlla. Se në 2000 ajo është për të tërhequr turistët e burr, po se kuptoni ju banorët e Astirit. Ajo është atraksion turistik e burr, vin kinez, japonez aty, madje edhe ferrat aty nuk duhen prerë, kupton, duhen lënë. E vetëm gjë e mirë që ka e rruga është që ka disa mace që sa më shohin mua vlla më vinë më përkdhelin, a kupton? Vin dalojën aty vetëm aq, se po të bëhet me asfalt ajo s'do ket mace. Jo, se i shtypin makinat, Po se normal. i shtypin makinat. Të pakën e ka një gjë të mirë që janë ato mace, se unë i dashuroj macet vlla. Do të thënë, e kupton, 2026-ën vlla jot është larë me saplak. Në 2 javë jam larë me saplak. Në 2026-ën para 2 ditësh live-in me Bacon të shtunën, më ndërprej interneti se a dha bap linja. Unë nuk i kam Kablot si Rita Merimangash normalisht do japi probleme. Vlla, unë nuk e kam 2-3.000 euro të lira për ta hedhur në UPS. Se unë e di që duhet edhe një UPS. Po UPS është fillon nga 1.800 euro deri në 3.000 euro, 4.000 euro, 10.000 euro, vlla, varet nga ngarkesa që ke. Problem. Tash Është e kushtueshme. është e kushtueshme vlla. Unë e di që më duhet, edhe do ta marr. Po është në stade të tjera se unë jam fillime, unë sa kapa 10.000. E di shpirti im se qa më është dashur me punu me orare shtes, pak marr kokër leku vlla. Shiko, të kesh 10.000 ndjekës në YouTube është suksese, nuk jam pak, ha. Pra, se nuk ti ke marr tek e tek nga njerëz real, nuk i ke si këto Po. televizionet që kanë 1 milion ndjekës atje dhe marrin 100 shikime. Se nuk ka diçka që nuk shkon këtu, e kupton? Vëllai, videot mia siç kam parë unë për këto televizione vëlla që t'jen shorte, t'jen me 65 view-se nuk ka shanse. Minimumi është 670, 680, një gjë që nuk e kap algoritmi se normale si kap gjitha. Po Olsi Jazexhiu ka vajtur 8.000 për 2 metor. Bego vajtur Ajo 4. është gjë e madhe, e kupton? Është gjë shumë e madhe, sepse YouTube është tregues reale, kupton? Pra që YouTube është i vetmi tregues vëlla për audiencën. nuk është as ama, as gjitha, as çfarë thon këta, e kupton? Unë nuk i besoj shumë ato, po. Unë kam vajtur ti e 90.000 në Facebook, edhe ajo është i dyti tregues. Se dhe Facebooku nga që nuk është i përdorur shumë tash, ata që e kanë vlla. E kam, po. Unë kam 23.000, ti ke 92.000, 93.000. Edhe ajo është treguesi te platforma e dytë më e rëndësishme, jemi shumë mirë. Instagrami unë kam 15.900, 16.000 vlla, po aty janë ZGYZZ, LP, Purushja Suite. Është format i tillë, shpendet. Është Atë është mirë, format i tillë. është vitrinë, shet imazh. Shiko, nga një kështu studim që kam bërë unë për veten time, në Facebook mosha që ndjek është le të themi mosh relativisht 45 e lartë, e kupton, masivisht. Po. Kurse në Instagram është mosha le të themi 25-35. Është ky brez. Kurse pastaj TikToku nuk e di, TikToku i ka të gjitha, është TikToku i ka të një gjitha, dhe, mishmash atje që se kam kuptuar dot si funksionon. Domethënë TikTokun ndonjëherë unë postoj një të natës se nxjerr një video kodën vete 300.000 shikime, kod pa lidhje. Pra ai ka tjetër si duket algoritëm, nuk ka lidhje me këto të metës, me Instagramin, me Facebookun. Por e rëndësishme është që këto shifra shpend këto tregojnë që njerëzit na ndjekin, e kupton se na pëlqejnë, na dëgjojnë, se po mos të na ndiqnin nuk do ish. Kështu që ky është një tregues pozitiv. Ideja është vlla që të na ndjekin, po dhe të ndriçojmë pak vlla. Të ndriçojmë pak se neve na ndjekin e pra votojnë Ramën është e tmerrshme vlla. Si është, do të si me na ndjek neve dhe me votu Ramën o burr. Do kohë kjo shpend. Kjo do kohë, nuk vjen kjo le të themi tak fak.
Po nuk kemi luksin me paskone. Ne nuk kemi Ç'a luksin të e bëjmë? kohës. Qa të bëjmë, e kupton? Kështu është e realiteti, ishte e lehtë e bënin të gjithë. Tani realitetin si është. Domethënë, Kështu që është arnuar qeveria vëlla. Janë bërë një entri totalisht të panjohur për publikun, totalisht, do të thënë një pjesë dërmuese Zara të Belinda Ballukut, dhe askush nuk merret me këtë vëlla. Por ti kërkon njëri llogarie, kush janë këta që ke futur? Të ranë tërë burgë vëlla, ti ke në i faj. Se kështu dim neve, kur flet kënë për këto konventat gjonat, sepse marinari, kapiteni i marinës është njeriu i fundit që zbret nga anija ose zhytet me anijen. Kështu bukur di ky se ky mëson përmendsh vllash mediokër. Është idiot komplet, domethënë është vetëm mësues përmendsh, nuk ka logjik fare, s'ka logjik ai. Se Berisha mirë keq vlla, si mendje logjike është jo, dhe për moshën që ka, është është për tu vlerësuar. është për të vlerësuar inteligjenca Berishës vlla. Të pakën për inteligjencë, le si politikan, si inteligjent, si kapacitet intelektual, mental vlla, është lart shumë, a kupton? Është shkolla e. Të ulesh me Berishën, të flasje për politikën, po jo me qenë vet aktivist politik. Që s'ka për të ndodhur kurse, ai ka për të vdekur në politikë, a kupton? Është tjetër, po të flasësh për çfarë do lloj tematike tjetër me Berishën kënaqesh. Mban shnime vlla. Me Rama nuk bën dot asnjë lloj gjoje, se është mësues, është papagallë bur. Tash ky mban në përgjithësi vlla, apo shton kohën ky? Shton dhe 7 muaj tjerë, se këtë Nufin e ka me probleme. Në spak. Koqiun me probleme. Këtë Llamallarin me probleme. Ky ka të gjithë për spak vlla. Tani pyetja ime për ty është, ky zotria i mban për shantazh ta? Apo çfarë? Po normalisht ne kemi dëgjuar, jemi rritur me këtë idenë që të bëjnë ministër duhet të të hapin një dosje. Mbaj mend që është nga fëmijëria ime, u thënë. Po. Por me sa duket nuk pas kanë qenë këto vlla thjesht gojdhena, lagje e qyteti apo fshati. Dhe sot kjo dosja e madhe na që nga spaku. Pra, duhet që ti zotëris ti të kesh bërë në një gjunat vogël me në 1 milion euro, 2 milion euro. Ta ketë ky aty dhe të bën ministër, që nesër nëse ti nuk firmos, të thot ta tundat e dosjen kështu në dorë, pa. Dhe ti do vesh do firmosësh. Kështu që populli jon i ka qef këto pjesën e këtyre gojdhenave dhe fatkeqësisht them se është e vërtetë. Po ti mendon për shembull se Belinda Balluku është shkarkuar me të vërtetë vlla? Politikisht, juridikisht po. Por nëse nuk finalizohet procesi i nisur nga spaku, ajo është, ke dëgjuar këtë se më pëlqen shumë kjo, ministër në hije. Kështu që nuk është, le të themi, zyrtarisht, por në fakt është ministër. Po nuk është më lehtë tash? Tani është shumë e lehtë, patjetër. Je purdra, nuk mban fare përgjegjësi, ka zarët e vet që sakrifikohen. Dhe kjo vazhdon po prapë njëjtën gjë. Po. Pra nëse spaku nuk e çon deri në fund këtë që ka nisur, ç'a kuptimi ka kjo gjithë? Asgjë s'do ndryshoj. Ato që mendoj të paktën për sektorin elektroenergjetik i kam thënë, çfarë duhen bërë? Pra çfarë duhen bërë? Po Rama mendon se është i friksuar nga kjo vlla? Po patjetër shpen. Po pse? Patjetër, mëse s'ka shpjegim, nuk ka shpjegim tjetër. Po mos kishte i kapur i friksuar, ta kishte lëshuar si gjithë këta tjerë, shkurt fare. Ka diçka që ai shumë i nuk e friksuar lëshon dot se ikën dhe vet. Ai shumë i friksuar është Rama sa hoqi edhe oralisten më të madhe të qeverisë vet, Mamicën. Ai ishte dem, le të themi, kolateral për marrëveshjen Balluku Rama. Kështu që shkreta e ngri kodë, kupton se gjuna, kupton. Se edhe nuk dinte, e kishin dhe ikdisur ande nga Hungaria, e mori vesh nga Facebooku, kupton. O zoti mon. Gjithsesi, deri javës tjetër besoj do ndodhin gjëra të reja. Kishte bërë deklaratë.
Politika As nuk ka është e guxim. përjetshme, nuk është e moralshme. Politik, më thënë, posti politik nuk është i përjetshëm, për dinjiteti po. Tash ja mund të flasë do të rilindja për dinjitet vlla? Apo ka dinjitet edhe mes hajdutëve? Po patjetër. E bukur. Ka dinjitet e bërë, se unë për shembull ne Po, dashuroj pas- Arsen Lupenin. pas- Pa Pas. ishte hajdut i kalibit botror burr, ai vidhe Monalizën, vidhe bankën e Zvicrës të këtyre derkucave, nuk vidhe popullin valla. Ta vjedhin në tubacionin e tyre fshatarëve në tragjasave, tuba. Ja heqin tak, ha. Të vjen mbas shtëpisë, mbas parabaçës. Vlla, si e parashikon politikën e Ramës tash, jetën politike të Ramës? Se neve në titull e kemi mos është 7 zvendësime që shtyn në 7 muaj kohë qeverisën e tij? Shika, unë jam shumë i qartë dhe konciz në këtë që do them. Rama do jetë në pushtet deri në 2029. Dhe të gjitha këto të tjera, se na u thanë do ketë zgjedhjen pranverë, erdhi pranvera mars. Jo, pranvera vjen kur Ku vendosin janë këta? verorën. Kur vendosin verorën. Jo, ku janë këta vlla politikanë mëdhenj që hidheshin nga dhjetori, kështu çirreshin nëpër studio televizive, zgjedhjet parakoshme, qeveri teknike. Pranverë jemi ne. Nuk di, unë ka dalë gjetë Tymi Bardha ndaj nga kryeministria. Do zgjedhet Unë di që Shahu i ri. Tymi Bardh doli duke djegur tenderat e Erion Velie mbi bashki vlla, e kam parë vetat të Ne. Tymin. Kështu që Edi Rama është deri në 2029, populli nëse nuk e do, kur të jenë zgjedhjet e radhës, ta ndëshkoj, mos t'i japi 83-90 mandate, t'i japi në 70 dhe ikën Rama, e heqin vetë ata pas. Por nëse populli do votoj, këtu ta kesh Ramën, si ikën Rama? Pse? Se dalin 1000 veta, 2000 veta në bulevard, 1 orë aty bëjnë xhiron e javës, e kupton? Pse duhet iki? Edhe unë t'isha, edhe ti t'isha, për çfarë? Kështu që Ramën këtu e kanë po. Këto histori me pranvera, se tani do thonë shtator. Ja më dëgjoj mua, Po. pas ca kohësh, do thonë shtatori vjeshta e ndryshimit të madh. Bëuni gati. Se në verë janë me pushime. Po. Jo, në verë janë me pushime këta vëlla. Deputetë, këta politikanë, se do ikin këta për shtatori madh, ndryshimi madh, bëuni gati. E të mërshme. A banë shpet. Është e të mërshme. Nuk e di domethënë. Nuk e di vlla se nuk e di se si do shkoj Shqipëria, po unë di një gjë di ta them me koncizitet edhe me qartësi vlla, e kam bindje kët. Neve për 20 vjet s'kemi për të ekzistuar më si komb. Po. Me këto lloj ritmesh, neve do zhdukemi si komb vlla. Shpresoj shumë që mos të ndodhi, por Jo, më edhe unë nuk do shpresoj. jetë çudi që Ekuacioni është ekuacion, Azmer. nuk do jetë çudi që të ndodhi, është kaq e thjeshtë. Ekuacioni Ka është që thjesht. ekuacion vlla. Domethënë, në qoftë se nuk bëhet një ndryshim, në qoftë se nuk merret seriozisht politika, se politikën këtu e shikojnë si thoshte Weberi, ose për të përfituar, ose që të përfitoj politika, pra ose e do politikën si profesion, ose e ke si nocion që ta shtysh përpara. Këtu i kemi të gjithë hajdut me çizme o vlla, e shikojnë politikën për të përfituar në një lek, në një tender, në një gjë. Që në politik po ti jesh bëhesh i pasur pa bë pis. Pa u bë pis vlla, se ke connection-a. Po nuk është qëllimi i tyre kjo, shpend qëllimi është sa t'jem të marr sa të mundem, të kap çat kap. E di Shkurt çfarë mendoj fare. vlla? Unë mendoj që këtu nuk është kultura e pensionimit. Këta nuk e mendojnë ndonjëherë veten pension. Prandaj janë kështu tetër. Ja. Sepse po të kesh kulturën e pensionimit, ti vendos disa rregulla që kur dalësh pension, qof për veten, le të jesh egoist. Ti kesh 5 gjona në rregull. Po kur i ke 5 gjona vet në rregull, do t'i ketë edhe Azmeri, do t'i ketë edhe ai fshatari në Korç. Sepse unë vlla dua që t'u sheh mirë.
Ta thash, jo më kot vlla, ka kapër fiksimin tani për ushqimet e mira sepse po bën alergji ushqimi që na serviret. Janë smundje këto vlla. Është bë kanceri si gripi. Qa ka, është me kancer. Kështu, thua ti, me se kancer. Lavgoj. Du me hongër mollën e mirë, o vlla. Du me hongër manin e mirë. Patatet e kuksit. Du me hongër mallin timun. Të bëhet një listë që ka bërë Rusia. Rusia e keqe. Përdorimi o më gjëve është trafik kombëtare. Që ka kjo, marrim tokën eve, vjen tjetri me €1, blen paketën e maleve, vjen hebreu, vjen amerikani, vjen anglezi, vjen italiani. Toka është e shtetit shqiptare, zotri. Si bliket i tokën time. Ti e merr në përdorim, po se blen dot vlla. Qa ti bësh e shpend? Qa ti bësh? Qa ti bëjmë? Neve, më falë për shprehjen vlla, ti frym bytse. Se më gjë tjetër s'kemi që të bëjmë. Qa do bësh ti? Do luftosh kundër Goliatit, tek pull vetëm. Ja. Ti dhe unë, dy, di që na bëjnë këta? Me dy të fort, na marrin, na bëjnë fizarmonik. Na coptojnë, na rrafin, na bëjnë cop, na thyen. Sa që kemi ne, qa? Ja do mbash. Do mbash se jemi trupat mëdhenj. Sa do mbash, vlla? Edhe qash më bukra, që këtu të dërgojnë të ngjashmin tënde, o vlla. Këtu të rref ai që është i ngjashëm me ty, se merr 500.000 lekë. Jep tjetër një 500 që i godite atë. Merë është shpend. Ty që të dashur miq. Nuk e di, mua më shijoj sonde kjo bisedë shpend. Shpresoj që edhe ndjekësve tanë po ashtu ta kenë gjetur veten në këto tanë e kanë dhënë provën. E kanë dhënë provën që na ndjekën, sepse që në krye të herës ky, do të thënë, projekt që kemi bashk është përqafuar. Normale që nuk ka shifrat me avokatin, se avokati e ka 1 vit para teje që e ka punuar algoritmin, po unë jam i bindur vëlla që ky episodi me neve, duke u rritur bashk, edhe nga çështja vizuale që do marrim raste konkrete, do fusim harta, do fusim foto, gjitha me radhë, ka për të ecur dhe ka për qenë si një qendër central që njerëzit do marrin telefon dhe do thonë hallet e tyre, se në fund ditës për këtë është krijuar tru podcasti vëlla. Por ne nuk vendosim gjoba. Të duhet i them njerëzve, mos na dërgoni video, foto personale të drejtorave me jetën e tyre intime, siç më ka ardhur mua për një drejtor që s'dua ta them emrin. Shkoni në për televizione, në për podcaste tjera, jepuni lek atyre gjithë me radhë, shpend gashi, nuk vendos gjoba dhe tru podcasti nuk ka për të vendosur ndonjëherë gjoba, sepse ne e duam lek halal o vlla. Ne e duam lekun ton, nuk duam lekun haram. Do thoni juve o gash ti idiot, mos bëj si fetar. Jo, unë s'jam fetar fare vlla, unë jam besimtar në Zot. Nuk e ha lekun haramon. Du vetëm lekun tim, sepse leku im shkon te familja. Nuk fus lek haram në shtëpi. Se nuk kemi mësu me haram, se duhet mësohesh i klysh, duhet mësoj baba. Mua baba më ka mësu me moral vlla. Edhe nona. Edhe nuk më trasin nga emri i mamit. Si shtrasin shumë e çuni ati, e çuni asaj. Mua më thonë është pendi. Kështu që e dini vetë juve, të gjithë juve që po na ndiqni, edhe të gjithë ata që ndiqni juve dhe ju jepni votën, janë të gjithë të kapur. Pse? Sepse asnjëri nuk flet realisht për hallet tuaja, por flet vetëm për karrigen e vet. Sepse karriga kushton neto 4 milion lek dhe bruto 50 milion lek në muaj, minimalisht. Dhe prandaj këta janë të kapur prej hallatesh nga oligarkët dhe nuk i përmendin dot emrin, se nuk vjen çet kastratit toj gashi dhe azmeri pse në përmendin emrin mua, sa ta klyshat unë i kam mbajtur me buk, se nuk na kam mbajtur vlla. Madje ne i bëjmë reklam falas më duket të burr këtu. Për më tepër. Është reklam falas e burr.
Me përkundrazi duhet paguhemi si influencer që i përmendim në audiencën tonë, kupton? E meritojnë për, se kam bërë që- për Shqipërinë. Kam bërë ata për Shqipërinë, kam bërë shumë. Kanë hapur karburante. Ne kemi naftë më të lirë në botë bërë. E kemi. 1800 lek litri. A kupton ti? Ja, do vej 2000 se. 2200 pas 2 ditësh, 3 ditësh, ma e mën. Se do hapen prap borde. Do dali bordi në ufi tjetër, a kupton, do të thoj, kemi vendosur të bordin e ushqimit, do dali ajo shtriga për bardhës, çaga e Rakacolli. Do dali atje lufta kundër Covidit prap, a kupton? Duhet. Nuk e di vlla. Zoti e bëft mirë në këtë muaj e Ramazani. Amin. Në këtë muaj e Ramazani, dashuria dhe ndriçimi i qoftë me juve. Për të gjithë besimtarët katolik, hebre, musliman të devotshëm, qoftë ky muaj e Ramazani, muaj i shenjtë i Ramazanit, një muaj reflektimi dhe vetnjoje, sepse jemi larguar shumë nga vetja. Ne nuk flasim më me veten, jemi vetëm duke kërkuar jashtë. Jemi si në xhungël. Jemi vetëm duke parë ku është zgjidhja, ndërkohë që zgjidhjen e ke këtu. Thjesht duhet mbledhësh mendjen, sepse të kanë çmendur duke parë scrolling idiotliqe, duke parë perversitete, duke parë prostitucion live që marketohet si showbiz, e gjitha me radhë. Gjithë juve që keni goca, Zoti ja u ruajt dhe mos u alini shumë telefonin dorë, se në moshën 12 vjeçe vajza jote do të vinë në shtëpi dhe do të thojë: "Babi, unë jam lidhur me një djalë shumë të mirë, 28 vjeç." Sepse unë e ndjej që mund ta kem ashtu. Se e kam parë atë atje. Do të vi me gjoksin jashtë, jo me barkun jashtë. Dhe mos ta bëni tani si liberal të mëdhenj, se asnjëri nga juve që po na ndiqni tani, edhe unë i pare, nuk e toleroj lakuriqësinë. Dhe kjo s'është fare çështje mentalitetit mbyllur. Femra është e shenjtë. Gruaja është e shenjtë. Kjo është traditë shqiptare. Shpend të po e mbyll me këtë, sepse gjyshet tona, imazhi i gjysheve tona, është imazhi i gjyshes vlla, me rrudha, me shami. Imagjino ky brez që ne jemi sot, çfarë gjyshesh do jenë nesër për niprit dhe për mbesat e tyre, do jenë me botox, me filler, sepse unë nuk e imagjinoj dot një gjyshe, le të themi, në këtë lloj deregjeje. Gjysha do ketë lënë gjyshin e do ketë dashnore 20 vjet më të ri o vlla në brezin ton. Ma e mend se gjallë do jemi. Po na lana, kupton? Merr. Azmer, të falenderoj vlla. Punë të mbar, se Azmeri ka hapur dhe një kurs tjetër dhe kush është interesuar le të më shkruaj për bravo. Të gjithëve juve që jeni të interesuar, shkruajeni Azmerit. Trajnime profesionale. Trajnime profesionale për të marrë një zanat. Merr një zanat. Qoftë për instalimet elektrike, qoftë për programimet e smart home-it, për lehtësave për fabrikat, kamerat, sistemet e zjarrit. Pra, kush do të marrë një zanat, le të më kontaktoj. Kontaktojeni dhe Azmeri është nga ata djem që fëmijëve jetim, pa e bërë me bujt madhe, u jep profesione falas. Kjo është ajo që ka bën Azmer Duleviç për vendin. Gjë që është në dorën e politikanëve për ta bërë, sepse janë votuar për atë punë. Natën e mirë dhe shihemi të hënën tjetër, po prap me Azmerin në një temë tjetër për aktualitetin. Ju duam shumë.